Igor ande, në alert punojmë. Në alert punojmë. Sa po mbyllëm një vit shumë të suksesshëm për të gjitha bizneset në Ranzi. Edhe gjatë vitit 2025 ishim kryefjala e kulinarisë shqiptare me produkte dhe burime njerëzore. Punuam shumë dhe fituam. Ja për shembull e zëm se fitimi është kjo ëmbëlsira. Tani është momenti ta shijojmë. Ja pra ky është realiteti i një sipërmarrësi shqiptar i cili ka zgjedhur të punojë në mënyrë të ndershme. Paguan taksa pafund, energji elektrike, ujë dhe karburant në çmime stratosferike dhe në fund vitit është thjesht një mjeran që xhiroi miliarda, por që shteti ja mori pothuajse të gjitha fitimet. Çfarë do bëjmë? Do festojmë me qenë se punuam gjithë vitin? Nuk kemi me çfarë të festojmë, se shteti na la vetëm kaq. Ndërkohë taksat tona i vodhën pushtetarët, po ti mos u mërzit, se ke opsione të bësh punë pa taksa në Kolumbi, Ekuador ose tek çunat e Londrës. Gëzuar të gjithëve me shpresën që në vitin 2026 Shqipëria të mos jetë më parajsa e këtyre tregtarëve, por vendi i njerëzve që punojnë me ndershmëri dhe i politikanëve që i shërbejnë popullit.